Ndërsa qytetet kryesore turistike si Venecia, Barcelona dhe Athina vazhdojnë të përballen me protesta nga vendasit e zhgënjur nga ndikimet negative të turizmit masiv, duke përfshirë rritjen e qirave, ndotjen dhe mbipopullimin, një ndryshim në peizazhin e udhëtimeve është duke u zhvilluar sipas Travel and Tour World. Gjithnjë më shumë turistët po kërkojnë destinacione më pak të njohura dhe më të qeta që ofrojnë të njëjtën bukuri dhe pasuri kulturore pa barën e turizmit masiv. Destinacioni që ka tërhequr një vëmendje të konsiderueshme vitet e fundit është Shqipëria. Kjo perl e Europës juglindore po përjeton një rritje të popularitetit, veçanërisht midis vizitorëve të etur për një përvojë autentike. Dikur e panjohur Shqipëria tani po vlerësohet nga blogerët e udhëtimeve dhe platforma ndërkombëtare si një destinacion që duhet vizituar me patjetër. Kombinimi i bukurisë natyrore, çmimeve të përballueshme dhe atmosferës mikpritëse të vendit po e shndërrojnë atë në një alternativë popullore për turistët e lodhur nga turmat e mëdha dhe kostot e larta të destinacioneve më tradicionale europiane. Peizazhet kulturore të Shqipërisë luajnë një rol të madh, nga plazhet e saj të pastra përgjatë deteve Jon dhe Adriatik deri tek malet dhe luginat e saj të gjelbërta. Shqipëria ofron një gamë të larmishme mjedise, si për adhuruesit e natyrës, ashtu edhe për kërkuesit e aventurave. Riviera shqiptare me ujërat e saj të pastë, Gjurbëruz, qytetet bregdetare dhe shtigjet piktoreske të ecjes është një atraksion i spikatur. Vizitorët mund të eksplorojnë shumë plazhe të pacënuara të vendit dhe shpesh jo të mbipopulluara krahasuara me destinacionet e tjera bregdetare të Mesdheut. Ndryshe nga qendra turistike të njohura që shpesh janë të populluara me vizitorë, Shqipëria ofron një përvojë më të qetë dhe autentike, që u lejon vizitorëve të njihen me historinë e pasur të vendit, kulturën e gjallë dhe traditat lokale. Qytetet e Shqipërisë, si kryeqyteti Tirana dhe qyteti i trashëgimisë botërore të UNESCO-s Gjirokastra, janë shtëpi të vendeve historike dhe monumenteve që shfaqin të kaluarën interesante të vendit. Vendi është gjithashtu në mes të përmirësimeve të rëndësishme në infrastrukturë, duke rritur më tej atraktivitetin e tij për vizitorët ndërkombëtar. Qeveria shqiptare ka punuar për të përmirësuar infrastrukturën e saj turistike, duke përfshirë zgjerimin e aeroporteve, zhvillimin e hoteleve moderne dhe përmirësimet në rrjetet e transportit. Kjo ua bën më të lehtë turistëve të eksplorojnë vendin. Këto përmirësime të kombinuara me reputacionin në rritje të Shqipërisë si një perlë e fshehur e pozicionojnë atë si një destinacion me potencial të madh për rritje të vazhdueshme në tregun global të turizmit.